prokurorisë Firit? Ne jemi drejtuar para prokurorisë Firit për një hall që mos i ndodh askujt. Asnjë prindit dhe asnjë prind nuk dëshiroj ta shikoj këtë nëpër mediat, nëpër televizionit tuaja. Asnjë prind mos e paft këtë hall që na ka rënë neve. Që do të thotë, kemi çuar fëmin në çerdhe për të rritur e të edukuar si një njeri si të gjithë fëmijët e tjerë. Ne na vjen lajmi që na e kishin vrarë fëmin, na e kishin mbytur. Djoja na ishte mbytur fëmia me vetë në një diçka që ju e dua nga ju mediat që të vini ta kundërdoni në një vend rreth 60 pond apo 65 pond lartësia. Kur ne fëmin e kemi mbi 80-90 pond. E shikoni këtë, dua kërkesën e parë të ju mediat që vini ta verifikoni. Këtë që as të tërë që jeni ju këtu, nëse do vini ta shikoni dhe do thoni po ka mundësi që ju fëmia të jetë mbytur, vetë atje unë në emër të Zotit do të ulem dhe do të kërkoj falje të gjithëve ju këtu. Nëse ju njëri nga ju do të thoj që fëmia po është mbytur te ai vend atje. Çfarë dyshoni juve? Ne dyshojmë te ai vend në një lartësi rreth 60, se nuk e mata 60 apo 70 pond, kur fëmia është 90 pond e lartësia e fëmis, ata thonë atje që fëmia është mbytur këtu, është varur këtu, me një kapse që sapo ta kapi alumini, ajo kputesh ndar. Ju e keni parë vendin e ngjarjes? Po, vajtëm dije na thërritën. Hajde shikoni vendin e ngjarjes. Ne vajtëm si njerëz, tham pasim njerëz të mirë, se jo të gjithë njerëzit janë të këqij. Dhe ne u kënaqëm shumë se na thanë që do të shikoni me realitetin. Në momentin që ne vëmë shikojmë, nuk shikojmë me realitetin atje në atë lartësi, ne jemi shokuar të gjithë. Atë ditë dije ne na kanë vrarë. Realiteti se na kanë gënjur. Presidenti i Kopshit ka ardhur tek shtëpia dhe më ka kërkuar dhe më ka thënë që do ta nxjerr unë të vërtetën. Ka thënë që ka kamera Kopshi në çdo cep dhe gënjeu mashtroi. Kur vajtëm dije tha ka vetëm 6 kamera. Vendi ku thot ai që është vrarë çuni nuk ka mundësi në botë të vrarë çuni. Ato kapse të ngelin në dorë. Si më jetë e mundur të vitet një fëmijë 15 kg tek ato kapset. Kopshi sot është i hapur. Ka njeri pa shpirt që nga ai kriminal. Kush e pranon nga ju ata? Ka dhe diçka tjetër. Unë jam gjyshi. Pastaj mbi 1000 veta këtu, ose do dalim të mbledhim këtë kohë.